Si ta bëni bazën e make-upit të duket flawless dhe live dhe në video. Gjithmonë hidratoj fytyrën para. Pastaj vazhdoj me një primer, po përdor këtë të Charlotte Tilbury, numrin 2. Sot dua një full glam, nuk dua asnjë gjë natyrale. Kam nisur të përdor të fuqen për çdo gjë që kur e kam marr. Është kjo fuqja nga Hourglass. Mendoj se ka formën perfekte për pjesën e mollzave. Përdor këtë nga Natasha Denova. Po vendosi fillim në dorë, pastaj do e marr me fuqen. Ky liquid bronzeri është perfekt nëse keni fair skin. Gjëja që më pëlqen më shumë është që thahet vet. Për cream bronzer kam disa opsione, por mendoj të shkoj me këto të dyja që janë nga Pat McGrath. Janë këto blushit që janë përdorur tek modelet e Victoria's Secret. Thjesht do i bashkoj të dyja. Kanë një shkëlqim shumë të bukur, pa ziza, prandaj duken shumë natyrale kur i vendos. Për concealera do përzi këto të dyja, concealerin e Lancome dhe këtë të Hourglass. Po nisi fillim me concealerin e Lancome, sa për të mbuluar më mirë rraftet e syve, dhe sipër concealerin më të hapur. Nuk më pëlqen ta vendos shumë afër çerpikëve concealerin sepse nuk duket natyrale. Kjo pjesa këtu duhet të jetë gjithmonë pak më errët. Dhe nëse pa dashje kur sfumoj e afroj shumë concealerin këtu, gjithmonë e fshi pak, sepse ndryshe nuk do duket bukur. Nëse ju duhet një gjë nga gjithë të gjërat që po përdor, mendoj se është kjo fuqja. Mendoj se nuk kemi mjaftueshëm blush, prandaj do vendos edhe pak nga ky blush i Say Beauty. Për momentin po përdor të setting powderin e Hudës, ky shade i hapur pak si i verdh, për pak kam udhëtimin e radhës dhe po mendoj të marr edhe një setting powder tjetër, thjesht për ta provuar. Po bëj set vetëm aty ku vendosa concealer. Powder bronzer do përdor këtë të Huda Beauty, në shadin light. Do ta vendos në vendin që kam vendosur liquid bronzerin. Blush në fakt doja shumë të merrja blushin e YSL, por nuk kishin shadin që doja unë. Do shoh përsëri te Sephora kur të shkoj. Për momentin po vendos blushin nga Flower Nose, një baby pink bright blush. Highlighterin e Rare Beauty, ky është shade më i hapur. Pak si ky blushin nga Pierre Net. Do ta fokusoj sa më lart në mollza dhe pak fare në ball për ta lidhur lookun më shumë. E di që shumica e njerëzve pëlqejnë që të vendosin pressed powder, pastaj setting powder. Mua më pëlqen të bëj të kundërta. Këtë do e rimarr kur shkoj te Sephora sepse e kam mbaruar gati, po për marr pak si ky pressed powderi i Fenty Beauty dhe do e vendos poshtë syve. E bën të duket akoma më flawless. Hapi i fundit për bazën, Charlotte Tilbury setting spray. Ky është dhe make-upi i përfunduar. Baza duket shumë bukur.